Në komunën e Vushtrisë, shumë banka shkollore kanë mbetur të zbrasta. Deri më tani, numri i nxënësve që kanë migruar jashtë vendit ka arritur në 406. Vendin i kanë braktisur edhe 5 punëtorë të shkollave. Ku në shkollat tona në të 3 nivelet tash mungojnë 406 nxënës. Gjithashtu janë evidentuar edhe 5 punëtorë teknik, të cilët punojnë në sferën e arsimit. Përveç nxënësve, shtëpitë e tyre i kanë lëshuar edhe shumë qytetarë, të cilët kanë qenë të punësuar në ndërmarrje private. Ndërsa, nga 1520 familje vushtriase që marrin asistencë sociale, 70 nga to kanë migruar. Por çka është shqetësuese, është fakti se shumë të punësuar nëpër kompani të ndryshme të komunës sonë, gjithashtu e kanë braktisur vendin e punës dhe kanë marrë rrugën e marrëgimit. Gjatë muajit janar, 71 familje kanë hjekë dorë vullnetarisht për ndihmave sociale, janë shpërngul në shtetet e Evropës perëndimore. Për dallim nga dje kur rendi qytetarëve që prisnin certifikata ishte deri në trotuar, sot në komunën e Vushtrisë kërkesat për to ishin shumë të rralla. Zëdhënësi i komunës Shamsedin Preteni thotë se kjo po ndodh pas deklaratës së presidentit të Zyrës Federale për Migracion dhe Refugjat, i cili deklaroi se shanset e kosovarëve për të marrë azil në Gjermani janë 0%. Preteni vlerëson se ulja e interesimit të qytetarëve të migruar është një gjë pozitive.